dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, e gjithë diaspora, të gjithë ne që jetojmë në Shtetet e Bashkuara, jetojmë edhe me shqetësimet e vendlindjes, edhe në këtë mes jetojmë edhe me shqetësimet e Kosovës, që u bë një sag e gjatë e procesit zgjedhor, e padëshirueshme për çdo, por ja që demokracia i ka dhe sfida të tilla. Jam këtu me profesor Marian Demaj, ish rektor i Universitetit të Prishtinës. Profesor Mariani, si ju duket situata aktuale në Kosovë në këtë moment? Po, shqyqeni, situata ka vite që nuk është ajo ma mira, ose ajo që duhet jetë dhe qytetarët presin që tjetë, sepse mbrenda një periudhë shumë të shkurt kemi disa zgjedhje, cilat natyrisht e kanë kostën e vetë materiale, kanë kostën jetë, kanë kostën punë, kanë kostën në humbje të mëdhaja prej investimeve, donacioneve të Bashkisë Evropiane, shqetësimin e popullatës, stres i madh, domethënë përcjellen me shumë strese. Prandaj me të drejtë qytetari është i dëshpëruar me këtë gjendje, sepse pas 3 palë zgjedhjeve ende nuk kemi arritur që të kemi një stabilitet politik, një stabilitet funksional të qeverisjes në Kosovë, të funksionimit të organeve të Kosovës. Gati pjesa dërmuese e kohës ka kaluar me qeverinë detyrë, e dim se qeveria në detyrë i ka fuqit edhe kushtet e kufizuara, pastaj nuk ka mbikëqyrë se ku vendi e mbikëqyrë qeverinë. Prandaj me një fjalë me përmbledh përgjigjen, situata është mjaft e palakmueshme. Po, a ka dritë në fund të tunelit, si i thonë shprehjes? Si mendoni ju, do të ketë në një zgjidhje në këto zgjedhje? Nuk pres, fatkeqësisht, sepse duhet të ndryshoj mendësia e klasës politike, në veçanti të partisë që i ka fitu zgjedhjet, është rasti ndoshta ndër të vetmit me një rezultat kaq të favorshëm me 51.1%, të mos arrit të themeloj organet, qeverinë, të zgjedh presidentin. Kështu që në bazë të asaj që shihet në teren, do të kemi një rezultat të ngjajshëm. Kështu që ajo që e thash, duhet të ndryshoj mendësia, që të ndryshoj dhe gjendja, sepse kushtetuta edhe rendi shoqëror në Kosovë është i krijuar mbi bazën e një kompromisi. Domethënë, sa do që ti fitosh 51%, nuk mund ta zgjedhësh presidentin, sepse kërkohen 80 deputet, do të 2/3 e deputetëve të jenë në sallë. Kështu që nuk shoh, unë shpresoj që do të mësojnë nga kjo situatë, krerët e partive politike, të bëjnë marrëveshje politike, sepse sigurisht ata që na kanë ndihmu në përpilimin e kushtetutës e kanë pas parasysh se të mos i lejohet një partie të qeverisë e vetmuar, për shkak natyrisht të rrethonave, të arsynave që ata i kanë ditë, sigurisht unë pajtona me to, të pas parasysh edhe mentalitetin tonë jo vetëm aq, por duke i dhënë vend edhe minoritetit sërb për të qenë qeverisje. Në kushtetutën e Ahtisarit është kushtetutë e imponuar nga ajo kohë, situata ka ndryshuar disi, e megjithatë shpeshherë kjo lloj kushtetutë ngec në procedura. Unë mendoj se sa i përket të drejtave të pakicave, ato janë të definuara në mënyrë të qartë. Unë kam fjalën më tepër po mendoj koalicionet, marrëveshjet politike ndërmjet partive shqiptare. Se aty kushtetuta dihen drejtat e pakicave, aty nuk mund të ndryshohet asgjë. Si e shihni, do të thosha koalicion apo marrëveshjen midis ish presidentes Osmani edhe ish partisë së saj, LDK-s?
Po presidenti Osmani ishte pjesë e LDK-s, në një palë zgjedhje ishte dhe kryesues e listës së LDK-s, ndodhi ajo çka ndodhi, presidenti Osmani e themeloi lëvizjen Guza, edhe kaloi në koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe sot e kësaj dite ajo, pa mendoj, lista Guza funksionon një pjesë e saj në këtë lëvizjen vetëvendosje në koalicion, se tash lëvizja vetëvendosje aty është me madhja dhe këtu ka disa parti tjera që janë në koalicion, po janë të papërfillshme. Pra ndodhi çka ndodhi tash, ish presidenti Osmani u kthy në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i prin listës, po kandidon si kandidate për kryetar të Kosovës, ndërsa mbetet Lubir Abdixhiku, i cili është kryetar aktual i partisë, si mandatar për themelimin e qeverisë nëse normali fitojnë zgjedhjet. A mendoni ju që do ketë një fitore maksimale për LDK-n me këtë lloj koalicioni? Unë mendoj që pyetja ju është mjaft e qelluar, pres që do të ketë rritje LDK-ja për shkak të emrit të presidentes Osmani dhe për shkak të ndikimit saj, për shkak të asaj përqindjes që ja ka dhuru lëvizjes vetëvendosje, sepse një pjesë ka mbetur, unë besoj që do të ketë rritje të dukshme. Nuk do të merrem me numra, po sepse gjithë e dim me largimin e presidentes Osmani, lëvizja demokratike pati një rendje shumë të madhe, në 13% ishte një rendje tepër e madhe. Unë besoj që me kthimin e saj, me angazhimin, ai rezultat do të përmirësohet, po Rafael nuk pres ndonjë ndryshim të madh, nuk pres diçka që këto zgjedhje që do të ishin dashur të jenë zgjidhje e këtij ngërçi politik në cilin ka rënë Kosova, nuk do të jetë për shkak se prap kërkohet vullnet politik për me bë marrëveshje politike. Po ta marrim në mënyrë hipotetike, sikur LDK-ja plus ish presidenti Osmani do merrni 100% të votave aktuale, dyfishojnë. Prapse prap arrin këtë 30% që nuk shkojnë shumë. Unë mendoj që ndryshimi vetëm është sepse në atë që Albin Kurti, gjithsesi kryeministri në detyrë, nuk është i gatshëm të bëj kompromise, të bëj marrëveshje politike. Derisa LDK është tregu gjatë historisë saj të ekzistimit dhe të funksionimit si parti politike që ka qenë gjendje të bëj kompromise, të gjej marrëveshje politike, ndoshta dallimi do të jetë ky, nëse rriten ta në mënyrë hipotetike, pastaj së bashku me parti tjera opozitare do të arrijnë ta gjejnë një zgjidhje që të dilet nga kjo situatë shumë e palakmueshme që Kosova është sot. Po nëse përsëri vetëvendosja do të arrijë marrë mbi 50%, si e parashikon situatën? Një replay, një seri tjetër? Unë mendoj që nuk ka zgjidhje nëse nuk ndryshon mendësia dhe kuptimi politik i presidentit vetëvendosjes që të bëj kompromise, të gjejmë marrëveshje politike. Ai në deklarimet e tija ka thënë që do të vazhdoj derisa të fitoj 80%, gjë që më mendoj që 80% është kafshore që nuk ka përdijet, është një situatë që vështirë mund të arrihet, për shkak, po them, të këtij konfiguracioni të partive politike që i kemi në teren. Po pozicionin e PDK si e shikon? Po PDK-ja me ardhjen e kryetarit të ri ka një ringjallje, ka një dinamik pak më të madhe dhe ata kanë një traditë në shtetformim. Besoj që janë të gatshëm për me ndihmu ndërtimin dhe funksionimin e të gjitha organeve, qofshin ato qeveritare, presidencës e tjera. Mendoj që ka gatishmëri këtu.
vështirë. Vështirë me thënë, se të mu themi se gatishmërinë e kishin, le ta them, ishte mundësia. Gjithkush e sqaron mënyrën e vet, unë sqaroj mënyrën time. Unë mendoj që aty kanë faj të gjitha partitë politike se duhet diçka të sakrifikojnë që me pas një shtet. Do në kanë mujtë me ndihmu. Mirë po, mënyra e qasjes së partisë parë VV-s nuk ishte shumë konstruktive. Sepse ti kesh 51%, mirë po, si duket kjo parti dëshiron të kontrolloj të gjitha, të paktën kështu është pasqyru në opinion të gjitha levat e pushtetit. Levat e pushtetit, levat kryesore, ta kontrolloj kryetarin, presidencën e Kosovës, kryetarin e qeverisë, e afroj këtë kryetarin e kuvendit, po qofse nuk i ki shumicën në kuvend, kurdo që të bëhet kryetari i kuvendit s'ka ndonjë fuqi. Konstituta e Kosovës është ajo që ata duhet jenë të sa personat të pranishëm në sallë që të... Për zgjedhjen e presidentit. Për zgjedhjen e presidentit. Po, aja është kush, prandaj po them, dhe kam thënë edhe në të takimet tona, kërkohet marrëveshje politike që të dilet nga kjo. Nuk shihet që kryeministri në detyrë ka një gatishmëri tillë që të bëj kompromis, të gjejë ndonjë zgjidhje, të zgjidhet ndonjë kryetar apartijak, por jo që vjen nga propozimi vetëndosjes, po që vjen nga... Po megjithatë, u hodhi ideja e trashëgimtarëve të Adem Jasharit, po familja e tij me të drejtë nuk kërkon ta përlyejë emrin historik me poste politike. Në këtë situatë të rënduar ajo ishte zgjidhja e vetme. Familja Jashari është e pranuar nga gjitha palët, kështu që besoj që në atë rast askush nuk do të kishte as kundërshtimin më të vogël. Mirë po, pajtohem me arsyetimin e ju, nuk kanë dashur rrethana që të shfrytëzohet emri i tyre. Bashkë a kanë drejt, as kanë drejt, nuk do të ndalem në atë aspekt, po ishte vendimi i tyre dhe mendoj që duhet me respektu vendimin që ka marrë familja, që në këtë situatë mos pozicionohen me asnjë parti. Ju keni qenë, më thatë në një bisedë paraprake, që keni qenë 2 muaj më parë në Kosovë, do ktheheni sërish. Si është atmosfera e njerëzve të zakonshëm? Atmosfera është mjaft e polarizuar. Do të thënë, kanë ndiku krerët e partive politike, në veçanti ndoshta dikush më shumë, dikush më pak, kisha më dashur të vështirë të matën që të krijohet një pakënaqësi, një ndarje, një polarizim brenda shoqërisë kosovare. Pikërisht që në ato situata si duket kanë plane se mund të menaxhojnë ma letë dhe mund të realizojnë interesat e tyre ma letë. Kështu që ajo është polarizimi 1. 2. Kosto e jetës, shporta e produkteve bazike e shtrejtuar, rrymën veçanti ka shku në mënyrë enorme me çmim. Nuk kemi ndonjë investim, premtimet cilat janë dhënë kanë mbetë të pa realizuara. Do nuk shet qytetari ndonjë ndryshim. E keni cekë dhe ju pajtohem, ka një lëvizje pozitive në veri. Mirë po, unë mendoj që aja nuk është e mjaftueshme, aja është veç një pjesë, një segment i qeverisë, qeveria ka dhe shumë detyra tjera. Pa aja çka bie në sy që duhet me cekë në këtë rast, partitë politike nuk janë të barabarta në këto zgjedhje. Pse kishë më dashur me qenë... Në shkuptim nuk janë barabarta. Për shkak se qeveria në detyrë është të marrë disa hapa ndarje të ndihmave, qoftë studentëve, qoftë pensionistëve, qoftë nenave me fëmijë. Ajo ndodhë në çdo fushat elektorale edhe në Amerikë ndodhë. Unë mendoj që nuk ishë me dashur më ndodhë, se kanë ndodhur edhe përpara, edhe në Kosovë, po kanë qenë disi pak ma të kamuflume, pak ma herët ose kur ka qenë qeveria
e rregullt, kjo qeveri në detyrë, cila dihet me kushtetuti ka, thash edhe pak në fillim, ka kompetencat e kufizuara. Domethënë, në këtë aspekt edhe kjo do të ketë ndikimin e vet, ose ta themi ndarja e mjetë për agjencionet të aviokompanive të ndryshme për me sjell mërgemtar. Janë, si më duket, nuk kish mu dasht përdoren ato metoda se do të mbetet shkollë. Atër edhe parti tjera do të thirën, kjo partia ka vepruar në këtë mënyrë, gjë që... Okej, e kuptoj. Ju përmendët mërgjimtarët, ju përmendët të gjithë ne jemi mërgjimtarë, ju me origjinë nga Kosova, ne nga Shqipëria. Ai po i kushtojnë rëndësi partitë politike mërgatës? Apo e duan thjesht për me plotësu votat? Sinqerisht ta them jo, vetëm kur kanë nevojë. Kjo është shumë e damshme se unë e shoh se mund bjen me lviz rrini pjesë të kohës këtu një pjesë në Kosovë. Shoh këtu mërgjimtar, qoftë nga Kosova, nga Shqipëria, që nga Malësia, që janë me trup këtu me mendje, me zemër në vendlindje. Edhe ta presin që të ketë një situatë më të favorshme ku munden edhe të investojnë, edhe të jetojnë, se janë të lidhur me vendlindjen. Mirë po, atë që partitë politike nuk janë duke bërë, që du ta bëjnë të krijojnë një siguri, se siguria mbi të gjitha. Nuk është njerëzit që jetojnë keq as në Kosovë as Shqipëri. Prandaj mesatarja kam fjalën, se ka edhe për atyne. Mirë po, mungon siguria, mungon, si tham, siguria prindit për fëmijën. Me këto lëvizje kaq të shpeshta, kaq të paparashikueshme, e tjera, të gjithë kemi një jetë, edhe të gjithë dëshirojnë që këtë jetë ta kalojnë mënyrë sa më të mirë, edhe normal të gjithë njëjtën gjë dëshirojnë edhe për fëmijët e tyre, dhe si produkti i saj edhe mërgata nuk kthehen, shkojnë vizita, financojnë, bilem Kosova jeton prej mërgatës, prej emitancave, për të mosjerë, po për të kësy vullnetin, zemrën, shpirtin e kanë me Kosovën ose me Shqipërinë, mirë, po duhet që të vinë lider të cilët interesin e përgjithshëm do ta vendosin mbi gjitha interesat tjera, personale, grupore, partijake, ku diune, çdo natyre. Okej, në anglisht ka një fjalë të shkurtër, if. Në qoftë se. Po, unë mendoj që demokracitë tona janë treja, po ka marrë një ditë që kam i kushtu skanqare pa u kthynë në torrenj. Mirë, po tash për tash, ende me këto inate, me këta militantizëm, ende nuk shiqohet lista kush është. Po shiqohet me Albin Kurti, apo votohet ku diune për Lumir Abdixhikun, apo për Vjosa Osmanin, apo ku diune për Aleancën, për PDK-n, domethënë nuk ndalet cil kandidat janë brenda, çfarë përgatitja atyre, çfarë integriteti si politikan, si njerëz, vlerat e tyre, e tjera, pra nuk shiqohen ato. Ju keni votuar? Unë do të shkoj votoj atje. Do votosh atje? Po, unë të martën nisëm edhe me 7 qershor, kur është dita zgjedhje, do të jem në Kosovë, do të votoj. Në këtë mes, mirë çfarë bëjnë politikanët, po ne si diasporë, çfarë mund të bëjmë? Dhe kjo është pyetja e fundit. Po me të thënë drejtën, gjithë mund të bëjnë. Se gjërat e mira nuk vinë vetëm nga individ, po vinë kur krejt diaspora, qytetarët, inteligjenca, klerifetar, punojnë zbashku dhe ju orientojnë ka progresi, ka mira vendit. Domethënë mund të bëjmë edhe një shumë, një lëvizje sa do të vogël, unë gjithmonë e them, edhe ka qenë parimi im i njëjtë, metoda Qiriut. Qiriu nuk ndriçon këtë ambientin, bën dritë aq sa mundet, edhe ne mund të bëjmë dritë aq sa mundemi. Një telefonat, një ato, një bised, po normal që duhet ndëgjohet ma shumë fjala e votuesve atje. Mirë po, fatkeqësisht
votuesi qytetari është i manipulum, është i sulmum prej informatave, dezinformatave, tjera, kështu që është vërtet një gjendje mjaft kaotike sa i përket përcaktimit se përken të votash. Profesor Mariani, ne urojmë të u thoni shëndosh, si i thot, fjalës të hidhni votën tuaj me dëshirën tuaj për të pasur një Kosovë sa më demokratike, që kemi të gjithë ndëruar, sa më realiste, sa më të bazuar në raportet, jo aq interesa politike, por në raporte kombëtare, sepse Kosova është një shtet i ri që ka nevojë të integrohet, që ka nevojë ta detyrojë Serbinë ta njohë atë, edhe me mbështetjen edhe të aleatëve tanë të Shtetet Bashkuara po dhe vendeve të Evropës. Të besojmë që këto zgjedhje të jenë një auguri mirë për Kosovën edhe për gjithë shqiptarët këtu. Nëse më lejo vetëm një mesazh përfundimtar, apeloj të gjithë qytetarët, qofshin nga Kosova, qofshin nga diaspora, që dalin në mënyrë masovike të votojnë për njerëzit që janë të dëshmuar, që janë ekspert mirë, që janë lider të mirë, të lihet anash emni i partisë politike, po të orientohen të individet që të ofrojnë ta kemi një kuvend sa më kualitativ dhe që të dalim nga kjo gjendje mjaft e pavolitshme në cilën gjendet Kosova sot. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument, sot diskutuam përsëri për zgjedhjet në Kosovë, me që janë në Prag, me profesorin Marian Demaj, ish rektor i Universitetit të Prishtinës. I morëm atij opinionet për zhvillimet më të fundit politike dhe për nevojën që Kosova të ketë një rend politik sa më të stabilizuar, që forcat politike të gjejnë rrugën e dialogut edhe të mirë kuptimit për të mirën e Kosovës, për të ecur përpara shteti i Kosovës në rrugën drejt demokracisë. Mirë takosh.